Të dielën në Maqedoni mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Këto zgjedhje u kërkuan nga partia shqiptare në opozit Bashkimit Demokratik për Integrimin dhe u mbështetën nga partia në pushtet VMRO DPMNE. Fushata parazgjedhore është karakterizuar nga replika të ashpra, nga akuza të ndërsjella, si dhe me incidente me dhunë, sidomos mes partive shqiptare PDSH dhe BDI. Sot kemi ftuar për një bisedë drejt për drejt zotin Mendu Thaçi, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, që bën pjesë në koalicionin qeverisës të Maqedonisë. Mirëmbrëma, zoti Thaçi. Mirëmbrëma, përshëndetje. Zoti Thaçi, ju jeni treguar optimist për fitore në zgjedhjet e së dielës, ndërkohë që shumica e anketave tregojnë se ju nuk gëzoni mbështetje të madhe mes votuesve shqiptar. Ku e bazoni ju optimizmin tuaj? Muta ata anketa për të cilat ju flitin, varësisht cilat anketa i keni ndëgjuar. Një pjesë e madhe anketave na nxjerrin neve si fitues me përparësi shumë të madhe në raport me oponentët tanë politik. Dhe normalisht në atë punë që ne kemi bërë gjatë këtyre 18 muajve qeverisë, besojmë se kemi bërë shumë që njerëzit vazhdojnë të na mbështesin që ta çojmë këtë proces deri në fund. Zoti Thaçi, para shpalljes zgjedhjeve të parakohshme, partia juaj mori vendimin për t'u larguar nga qeveria dhe vendosi kushte për qëndrimin në të. Në atë kohë, ky vendim u komentua si një lojë politike apo si presion për të siguruar mbështetje mes votuesve. Çfarë qëndrimi do të mbante partia juaj nëse kërkohet që të hynin përsëri në koalicion me partinë VMRO DPMNE? Nuk ka qenë loja, ta kërkesa ne arritën që t'i bëjmë pjesë të marrëveshjes me partnerin e koalicionit dhe pjesë të agjendës së qeverisë Maqedonisë. Megjithatë, opozita shqiptare kur vëreti se ne filluam të realizojmë disa prej atyre kërkesave, me nguti shumë shpejt kërkoi zgjedhje të parakohshme duke pas parasysh se mund të humbin shumë nga rejtingu i tyre. Kjo marrëveshje e cila është arritur në muajin mars mes meje dhe kryeministrit Gruevski është normalisht agjenda e qeverisë Maqedonisë që do të vazhdojë të ekzekutohet më njëherë pas 1 qershorit. Zoti Thaçi, Maqedonia ende nuk e ka njohur Kosovën si shtet i pavarur. Ju keni qenë pjesë e bashkëqeverisjes. Kur pritet që Maqedonia ta njohë Kosovën dhe a mund bëhet kjo njohje para shënimit të vijës kufitare me Kosovën, siç është thënë? Po, sigurisht se do të bëhet para shënimit të vijës kufitare. Vullneti politik është i definuar për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ka dhe shumë fakte dhe argumente që flasin se tashmë në aspektin gati se formal Maqedonia ka njohur pavarësinë e Kosovës. Qeveria e Maqedonisë është qeveria e parë e cila ka pranuar planin e Ahtisarit. Komisionet të dy qeverive, qeverisë Kosovës dhe qeverisë Maqedonisë, veçmë nënshkruajnë dokumente që nënkupton njohje të dyanshme, është vetëm çështje e formalizimit. Kërkesa për zgjedhje nga ana e opozitës shqiptare vetëm e prolongoi për disa ditë apo disa javë këtë njohje zyrtare. Fundit, nëse Maqedonia don, unë kam bindjen e thellë se don partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ftesën për NATO, sigurisht se do të jetë detyruar shumë shpejt që ta njohë pavarësinë e Kosovës. Zoti Thaçi, si do t'i cilësonit marrëdhëniet tuaja me udhëheqjen e Kosovës? Para disa javësh ju nuk morën pjesë në një takim të organizuar nga presidenti Sediu me udhëheqësit e tjerë politik të shqiptarëve të Maqedonisë. Mendoj se ai takim edhe në aspektin procedural dhe politik nuk ishte organizuar mirë. Ai takim unë vlerësova se do t'i bënte shumë dam Kosovës, se nuk mund të zhvillohen takimet e përnjëhershme me të gjithë liderët për shkak se atëherë Kosova rrezikohet që të merr mbi vete paternalizmin mbi politikën shqiptare në Maqedoni. Raportet janë korrekte me institucionet, mirë po është e drejtë e sicilës parti në demokraci që të ketë afërsi me një parti apo me një parti tjetër. Mendoj se kjo do duhet të jetë kultura e re politike, forcave politike shqiptare dhe institucioneve të shteteve të shqiptarëve. Ata të cilët drejtojnë institucionet do të kenë një neutralitet të plot për partitë politike, pavarësisht ku janë ata në Shqipëri, Maqedoni apo Kosovë, ndërsa liria e partive politike është që të jenë me një parti më të afërt. Rivali juaj, zoti Ahmeti, ditët e fundit ju ka akuzuar drejt për drejt se qëndroni pas një përpjekje për atentat ndaj tij, duke thënë se dy të ndaluarit janë veprimtar të parsisuar, madje njëri prej tyre është një ish truproja juaj. Si qëndron e vërteta, a kanë qenë këta persona të lidhur me partinë tuaj? Zoti Ahmeti s'ka patur atentata, i bën një mashtrim për shkak se ka shumë nevojë që prej agresorit të kalojë në viktimë. Ai në kohën e qeverisjes tij normalisht se mban mbi vete në shpatullat e veta 500 djem të ri të vrarë, dhe normalisht kjo është një komedi, do të kisha thënë krejtësisht romantik.
Se sa i përket akuzës politike apo për marketing politik që ai e bëri, duhet të jetë i vetëdijshëm se ai me atë deklarat me aluzion ka bërë nxitje të njerëzit për të mu bë mua atentat. Normalisht se për këtë deklarat do të merret prokurori i Republikës Maqedonisë, po pas zgjedhjeve. Komuniteti ndërkombëtar e ka bërë të qartë se nëse zgjedhjet nuk zhvillohen të qeta dhe pa incidente, përpjekjet e Maqedonisë për integrim në Bashkimin Evropian do të dëmtoheshin seriozisht. A mund garantoni ju të faktën për atë pjesë politike që ju drejtoni se zgjedhjet do të jenë të qeta dhe pa incidente me dhunë? Padyshim se mund të garantoj edhe të gjithë kundërshtarët e mi politik që mundohen të hudhin faj tek Partia Demokratike Shqiptare, vetëm dua t'ju përkujtoj se nuk e kanë lehtë që një parti politike që vepron 16 vjet edhe atë 5 vjet në pushtet dhe 11 vjet në opozit, aq e lehtë e etiketojnë si parti e cila përdor dhunë apo bën incidente. Janë të tjerët që u futën në skenën politike me dhunë, me plumba, me goditje, me vrasje, me grabitje të votave. Mirë po unë jam plotësisht i sigurt se qeveria e Maqedonisë ka kapacitete institucionale që ditën e zgjedhjeve të mundsojë një mënyrë korrekte, demokratike dhe shprehje të lirë të vullnetit politik të secilit qytetar. Si partia juaj edhe ajo e zotit Ahmeti kanë premtuar gjatë fushatës më tepër të drejta për shqiptarët. Në thelb, cili është dallimi mes dy partive tuaja? Dallimi është shumë i madh se zoti Ahmeti erdhi me atë kërkesën sublime për çlirim kombëtar, nga ajo politik u vran me qindra djemtëri u det shumë gjak. Ai erdhi me kërkesën për të marrë miliona dollar dhe euro prej popullit për ta ndihmuar kryengritje për çlirim. Ai erdhi dhe mori një numër shumë të madh të votave, do të thotë 80% në vitin 2002 dhe kishte një numër shumë të madh të deputetëve dhe për 4 vjet në qeverisje nuk realizoi edhe minimalen të hap një paralele në gjuhën shqipe spakun manastir. Kjo politikë është krejtësisht e dështuar, ndërsa sukseset tona 16 mujore apo 18 mujore në qeveri janë maramense nëse krahasohen me sukseset e qeverisjes partisë tjetër e cila tash është në opozit. Këta edhe absolutisht nuk mund të krahasohen ekipet drejtuese të këtyre dy partive. Partia Demokratike Shqiptare ka një ekip të përgatitur politikisht dhe profesionalisht për ta çuar procesin përpara. Ndërsa BDI-ja është një strukturë me politikë të vjetër, me njerëz të vjetër, të cilët vjen shumë keq, por nuk kanë edhe njohuri elementare se çka do të thotë pyetësori evropian, e lemo se çka do të thotë përgjigjja në atë pyetësor. Megjithatë, pas formimit të BDI-s erdhi marrëveshja e Ohrit apo jo. Të dyja partitë ndërkohë thonë se punojnë për të drejtat e shqiptarëve, po një tensionim kaq i madh mes tyre, a nuk e dëmton vetë këtë objektiv të tyre dhe në fundit vetë të drejtat e shqiptarëve në vendin tuaj? Marrëveshja e Ohrit është desh të përfundoi në vitin 2004. Mospasja e politikës efikase të BDI-s e pruri situatën që tash jemi në vitin 2008 dhe mund t'ju them hapur se asgjë prej asaj marrëveshje nuk është realizuar. Unë mendoj se insistimi për me nxi shqiptarët maqedonisë nuk janë ata të cilët mund bëjnë zgjedhje korrekte, vinë nga qendra shumë të këqija anti-shqiptare dhe ne nuk do të duhet të bëhemi preja atyre qendrave. Vazhdoj të jemi sigurt se zgjedhjet do të jenë korrekte, të qeta dhe demokratike. Ditët e fundit ju keni dhënë të paktën disa sinjale kontradiktore lidhur me të ardhmen tuaj politike pas zgjedhjeve. Ato të vazhdoni të qëndrojnë në krye të partisë pas zgjedhjeve? Shkurtimisht ju lutem. Ne dallojmë shumë. Unë ka një 8 muaj që jam kryetar partie, mendoj se fitoria është e sigurt, po edhe në atë fitore të sigurt unë do të filloj të ndërtoj shkallët për te poshtë, dhe me thënë për të tërhequr prej politike. Ka edhe një kohë jo shumë gjatë për të cilën mendoj që të qëndroj afër ekipit të ri të Partisë Demokratike Shqiptare që t'i ndihmoj dhe t'i këshilloj. Zoti Thaçi, ju falemnderit për intervistën. Falemnderit.